pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. 3 burra me karakter. Sa për ty, në qoftë se do të ecësh para meje ashtu si ka ecur Davidi, ati yt, me ndershmëri zemre dhe me drejtësi, duke bërë gjërat që të kam urdhëruar, të respektosh statutet dhe dekretet e mia. Letra e parë e Mbretërve, kapitulli 9, vargu i 4. Integriteti ose ndershmëria, siç e gjejmë të përkthyer në Bibël, është përmendur rreth 40 herë në Bibël. Dhe një studim i fjalëve të ndryshme, që të gjitha përkthehen duke përdorur fjalën integritet, ka treguar se integriteti i referohet të qenit i drejtë në zemër, i sinqert në sjellje dhe i përkushtuar në të bërit gjën e duhur pavarësisht kostos. Edhe pse ka një dyzinë me personazhe biblike, jetët e cilëve shpalosin një mungesë integriteti, ka 3 individ, të cilët Bibla i përshkruan si burra me karakter. Normalisht Jobi ishte njëri nga ata që u mundua në shëndetin e tij dhe në lidhje me integritetin në marrëdhënien e të qenit i shpaguar nga Perëndia. 4 pasazhe të ndryshme në librin e Jobit flasin për integritetin e tij. Së pari kemi pohimin e Perëndis, kur e quan Jobin një njeri me integritet. Zoti i tha Satanit: "A e vure re shërbëtorin tim Job, sepse mbi dhe nuk ka asnjë tjetër si ai, që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t'i largohet së keqes. Ai qëndroni pa tundur në ndershmërinë e tij." E gjejmë këtë tek libri i Jobit, kapitulli 2, vargje 2 deri në 3. Kur bota e Jobit filloi të rrëzohej si rezultat i mundimeve që erdhën nga Satani, gruaja e Jobit e shtyu atë që të hiqte dorë nga integriteti i tij, gjë për të cilën ajo mendonte se si rezultat Zoti mund ta bënte atë të vdiste, duke i dhënë kështu fund problemit të tij. Atëherë gruaja e tij tha: "Qëndron ende në ndershmërinë tënde? Mallko Perëndin dhe vdis." Por si u përgjigj Jobi: "Deri në rektimat e fundit nuk do të heq dorë nga ndershmëria ime." Jobi kapitulli 27 vargu i 5. I dyti, integriteti i cilit u pranua nga miqt dhe armiqt, ishte Davidi, bariu nga Izraeli. "Por unë do të eci në ndershmërinë time", u lut Davidi tek Psalmi 26 vargu 11. Edhe ai kështu bëri. Ndërkohë që jeta e Jobit tregon se integriteti është diçka që ju mund ta mbani ose ruani, jeta e Davidit na mëson se njeriu nuk mund të dështojë dhe prap ta rifitojë integritetin e tij. Patjetër që jeta e Davidit nuk ishte as pak e përsosur. Michael Josephson thotë: "Ne gjykojmë veten prej qëllimeve tona më të mira, por ne gjykohemi prej gabimeve tona më të këqija." Kjo ishte e vërtetë dhe për Davidin. Marrëdhënia e të cilit me Bethshebën ishte një gabim moral që historia nuk do ta harrojë kurrë. Megjithatë, Davidi u pendua dhe u pikëllua, gjë që reflekton integritetin e tij të vërtetë. Psalmi kapitulli 78 vargu 72 thotë: "Dhe Davidi e bëri Izraelin, që të kulloste me ndershmërinë e zemrës së tij dhe u udhëhoqi me shkatësinë e duarve të tij." Mësimi i Davidit është që njerëzit me integritet e dinë kur kanë bërë një gabim dhe kur janë të shpejtë për ta rrëfyer dhe harruar atë gabim. I treti, i cili është pranuar si njeri me karakter, ishte Jezus Krishti. Por ajo që e bën këtë domethënëse është që nuk ishin dishepujt apo ndjekësit e tij që folën për integritetin e tij, por ishin armiqtë e tij, farisejt, që vazhdimisht kërkonin ta turpronin Jezusin. Dhe i dërguan dishepujt e tyre bashkë me Herodianët për t'i thënë: "Mësues, e dim se je i vërtet dhe që mëson udhën e Perëndisë në të vërtetë, pa marrë parasysh njëri, sepse nuk shikon pamjen e jashtme të njerëzve." E gjejmë këtë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 22 vargu 16. Dhe nga një burim i pazakont nga armiqtë e Jezusit del një e vërtetë e tretë për individët që kanë integritet. Ata nuk ndikohen nga opinioni publik. Ata nuk zën tribunën qendrore ose të plotësojnë nevojat më të mëdha. Integriteti bazohet në bindjen që ka një të drejtë dhe një të gabuar, dhe që fusha gri kur njerëzit ndjehen rehat, duke bërë atë që i bën ata të ndihen më mirë, është dobësimi i rënimit moral. Shkrimtari i fjalëve të urta kishte të drejtë kur shkroi: "Më mirë një i varfër që ecën në ndershmërinë e tij, sesa një që është i çoroditur nga buzët dhe budalla." Kjo vazhdon të jetë e vërtetë edhe sot. Ndërkohë që integriteti mund të jetë në mungesë, vazhdon të jetë ai që i bën burra të besueshëm dhe gra të sigurta. Ky është një fakt. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.